Shokët nderojnë dy të rinj që vdiqën në aksidentin tragjik në Vlorë, pikturojnë moralen në vendin ku u përplasën. Në 1 qershor, një aksident me motor u preu jetën në mes dy të rinjve nga Vlora, Luan Llanaj, 19 vjeç dhe Tomor Mbrati, 16 vjeç. Humbën jetën pasi motori me cilin po ktheheshin për në shtëpi u përplas fillimisht në një shtyllë ndriçimi dhe më pas me betonin. Fatkeqësisht 19 vjeçari humbi jetën në vendin e ngjarjes, ndërkohë që miku i tij u transportua me urgjencë në spital, por përpos ndihmës së bluzave të bardha ai nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Luani dhe Tomori ishin miq të mirë, kudo ishin bashkë, kështu kanë deklaruar të afërmit dhe të gjithë ata që i njihnin dy të rinjt. Dhe teksa kanë kaluar vetëm 9 ditë nga vdekja e tyre, shokët e dy djemve në shenjë nderimi kanë vizatuar portretet e tyre në murin ku edhe ndodhi aksidenti tragjik. Të dy ishin nxënës së shkollës industriale Pavarësia dhe punonin në të njëjtin servis në qytetin e Vlorës për t'u ardhur në ndihmë sadopak familjeve të tyre.